Gjendja shëndetësore e ish-kryeministit Fatos Nano vijon që të jetë kritike. Pre afro 2 javësh ai ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ish-krye Partisë Socialiste posoi një arrest kardiorespirator, çka i shkaktoi edhe dëmtime në tru. Nano ndodhet në reanimacion në një spital privat në Tiranë. Ai ka posuar një arrest kardiorespirator në ambientet e shtëpisë së tij, por ndërhyrja menjëhershme e mjekëve ka bërë të mundur rikthimin e tij në jetë. Mjekët konfirmojnë se ka posuar dëmtime të rënda në tru dhe po përpiqen gradualisht gjatë qëndrimit në reanimacion për ta zgjuar në mënyrë graduale. Nga ana tjetër, familja, miqtë dhe ish-bashkëpunëtorët e tij të afërt kërkojnë që në këto momente të ketë vetëm qetësi dhe janë të rezervuar për komente në media. 2 vitet e fundit, ish-kryeministi Nano i ka pasur të shpeshta kontrollet mjekësore në spitalin privat në Tiranë. Më herët ai ka qenë intubuar për shkak të një sëmundje kronike në mushkëri që mjekët e quajtën SPOK. Pas rehabilitimit ai u rikthye në shtëpi përsëri pati një problem shëndetësor duke u nënshtruar një ndërhyrje ortopedike për shkak të thyrjes së një prej kockave të legenit. 73 vjeçari Fatos Nano është shkëput nga politika në vitin 2005. Ai ka qenë kryeministër i vendit për gjatë viteve 1991, 1997, 1998 dhe 2002 deri në 2005. Ai është themeluesi i Partisë Socialiste dhe kreu i parë i saj.